Piu qumësht me hudhra me stomakun bosh për 30 ditë rresht dhe do mahniteni me atë që i ndodhi. Në video tona të mëparshme kemi folur vazhdimisht për hudhrën, për vlerat e saj ushqyese, për shijen e shkëlqyer që u jep gatimeve dhe recetave të ndryshme. Por, a keni menduar ndonjëherë ta provoni atë në kombinim edhe me qumshtin? Cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni prej saj dhe cili është ndikimi parësor që ka hudhra me qumësht nëse konsumohet çdo ditë në dietën tuaj? Për shumë njerëz, ideja mund të tingëllojë disi shumë e çuditshme, duke patur parasysh edhe erën tipike që hudhra mund të lëshojë, por sipas studimeve të fundit kjo recetë është shumë e dobishme për shëndetin e njerëzit. Për të realizuar këtë recetë si fillim, krijoni mundësinë që të siguroni këta përbërës të rëndësishëm për përgatitjen e saj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. 500 gram qumësht, 10 thelpi hudhër të qorruara dhe të coptëzuara, 2 deri në 3 lugë gjedhe me sheqer ose mund të përdorni edhe mjalt sipas dëshirës që mund të keni. Në një tenxhere të thellë shtoni ujin bashkë me hudhrën, pasi të shikoni floskat e para të vlimit, gjithashtu shtoni hudhrën të cilin e keni grirë më parë edhe vazhdoni e përzjeni. Pas disa përzierjesh, ulni temperaturën dhe e lini atë që të avullojë. Në fund filtrojeni dhe gjithashtu shtoni sheqerin ose mjaltin për të ëmbëlsuar të gjithë përbërjen. Kjo pije ndikon në përmirësimin e shëndetit tuaj dhe lehtëson një sër komplikacionesh. Sipas Healthline, shtimi i kësaj përbërje në dietën tuaj do të jetë një mundësi e shkëlqyer edhe kundër problemeve të astmës. Në qoftë se ju konsumoni të paktën 3 thelpi hudhër çdo natë, ndihmoni rrugët e frymëmarrjes të çlirohen nga toksina duke lehtësuar kështu edhe simptomat e astmës. Hudhra me qumësht mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese edhe kundër problemeve tuaja të verdhëzës. Hudhra është e pasur me squfur, alicin dhe selen. Këta 3 përbërës aktivizojnë enzimat e posaçme që eliminojnë toksinat nga organizmi. Konsumi i qumshtit me hudhra ndihmon gjithashtu për të luftuar virozat dhe verdhëzën. Duke u konsumuar rregullisht, verdhëza do të zhduket brenda disa ditësh. Gjithashtu qumshti me hudhra është një ndihmë shumë e mirë edhe kundër problemeve kardiake. Kjo pije do të ulë gjithashtu edhe nivelin e kolesterolit të keq në organizëm, do të përmirësojë qarkullimin e gjakut dhe do të pengojë gjithashtu koagulimin e gjakut. Qumshti me hudhra është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët do vuajnë nga problemet e kollës. Hudhra ka efekte të mira antibakteriale që ndihmojnë në lehtësimin e patologjive të ndryshme. Një prej tyre është edhe kolla e thatë. Nëse doni mund të shtoni edhe mjalt edhe më pas ginger për të rritur efektivitetin e saj. Ndjekja e këtyre recetave në kushte shtëpie sigurisht që do t'i jap rezultate fantastike në lehtësimin e problemeve të kollës dhe gjithashtu rritjen e efekteve të jashtëzakonshme ushqyese që hudhra mund të ofrojë në shëndetin tuaj. Hudhra e shtuar si duhet në dietën tuaj mund të ofrojë një sër vlerash të rëndësishme me përfitime të mëdha për shëndetin e njerëzit. Ndonse vendi ynë nuk e eksporton hudhrën, shumë fermerë nga veriu në jug mbjellin sasi të vogla të hudhrës, qoftë edhe për përdorime personale, madje i shesin edhe në tregun vendas. Përpos paraqitjes së saj, shqiptarët citojnë se përfitimet e hudhrës në organizëm janë mbreslënse dhe gjithashtu lehtësojnë komplikacionet e organizmit. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj të përgjithshme mund të përmirësojë nivelet tuaja të imunitetit. Studimet klinike kanë treguar se hudhra shkatërron qelizat e dëmshme. Një studim i kryer në Shtetet e Bashkuara zbuloi se gratë që konsumojnë rregullisht hudhër, fruta dhe perime janë në 35% më pak të rrezikuar të vuajnë nga problemet e tretjes. Hudhra është një ndihmë shumë e mirë ushqyese edhe kundër problemeve të inflamacioneve. Studimet konfirmojnë se vaji esencial i hudhrës do të luftojë gjithashtu inflamacionin. Nëse po vuani nga inflamacioni ose nga dhimbje të ndryshme të kyçeve, ose edhe të muskujve,
Shtimi i hudhrës në dietën tuaj dhe fërkimi i tyre me vajin e saj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë e lehtësuese për sa kohë përdoret me kujdes dhe brenda normës së lejuar. Hudhra gjithashtu është një produkt fantastik i cili mund të japë rezultate të mira edhe për shëndetin e zemrës. Studimet mbi rolin e hudhrës në uljen e kolesterolit vazhdojnë akoma. Të dhënat premtuese tregojnë se hudhra mund të ndikojë pozitivisht në zgjerimin e enëve të gjakut dhe në uljen e niveleve të hipertensionit. Ekspertët vazhdimisht rekomandojnë në një zëri konsumin e hudhrës, sidomos edhe kundër komplikacioneve të shëndetit tuaj kardiak. Ekspertët thonë se shtimi i hudrave në dietën tuaj të përgjithshme mund të luajë një rol pozitiv në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Rekomandohet të shtoni 1 deri në 2 thelpi hudhër çdo ditë në dietën tuaj, kjo në varësi edhe të shëndetit tuaj të përgjithshëm. Flokët dhe lëkura juaj gjithashtu do të përfitojnë nga konsumi i hudhrës. Hudhra është e pasur me antioksidantë dhe është efikase kundër bakterieve dhe radikaleve të lira. Ajo e pastron lëkurën dhe gjithashtu e lehtëson problemet e kapilarëve të gjakut. Gjithashtu ajo është një zgjidhje shumë e mirë kundër problemeve të akneve dhe acarimeve të lëkurës. Gjithsesi këshillohet të konsultoheni me dermatologun tuaj. Hudhra është efikase kundër mykut, sidomos në zonat e këmbëve. Vlerat e hudhrës përvetësohen shumë më mirë nëse ajo konsumohet e freskët dhe jo e gatuar. Megjithatë, nëse duhet ta gatuani, sigurohuni që të mos i nënshtrohet një temperature më të lartë se 60 gradë. Temperaturat të larta shkatrojnë alicinën, substanca që japin maksimalisht edhe përfitimet të rëndësishme të hudhrës. Hudhra është mjaft e mirë për të shtuar në dietën tuaj. Ajo ka vlera të larta ushqyese. Hudhra është veçanërisht e pasur me vitaminën C, vitaminën B6 dhe vitamina të ndryshme. Gjithashtu edhe kalium. Ajo përmban vitaminën A, vitaminën K, acidin folik dhe shumë prej mineraleve që mund të japin shumë përfitime dobisë së organizmit. Hudhra mund të ndikojë te nivelet e sheqerit në gjak. Hudhra ndihmon diabetikët të kontrollojnë nivelin e sheqerit sepse përmban mangan. Dhe një i rritur mund të konsumojë 2 deri në 5 mg mangan në ditë. Kriprat e manganit karakterizohen nga një veprim hipoglicemik, domethënë reduktojnë sasinë e sheqerit në gjak. Hudhra përmban komponentët të sulfurit dhe të sqyfurit. Hudhra është e pasur me elemente të pasur të elementeve të cilët japin aromën e saj karakteristike, shijen dhe vetit e saj kuruese. Ajo ka efekte të forta biologjike të cilat mund të bien në kontakt edhe me molekula të caktuara të trupit. Shtimi i hudhrës në dietën tuaj do të jetë një mburojë shumë e mirë edhe kundër problemeve siç është për shembull kolesteroli i lartë. Hudhra dhe përbërësit e saj organosulfurik ulin nivelin e kolesterolit në mëlçi dhe bllokojnë enzimat kyçe në sintezën e kolesterolit. Hudhra do të zvogëlojë gjithashtu edhe sëmundjet kardiovaskulare. Studimet të ndryshme kanë treguar se përbërësit e hudhrës ndihmojnë në rregullimin e presionit të lartë të gjakut. Siç e përmendëm tashmë, hudhra ndihmon në uljen e niveleve të kolesterolit të keq. Të dyja rastet ekspertët tregojnë se hudhra e shtuar si duhet në dietën tuaj mund të jetë një mburojë shumë e mirë në betejën kundër këtyre komplikacioneve dhe lehtësimin e rëndësave të shëndetit tuaj. Hudhra ka efekte të mira anti-inflamatore. Inflamacioni është përgjigjja natyrale e trupit ndaj lëndimeve ose infeksioneve, kështu që luan një rol kyç edhe në procesin e shërimit. Megjithatë, inflamacioni kronik rrit riskun e problemeve të zemrës, duke përfshirë këtu edhe diabetin, sëmundjet kardiovaskulare, artritin reumatoid dhe disa lloje të komplikacioneve të ndryshme të shëndetit. Për sa kohë hudhra konsumohet si duhet dhe brenda normës lejuar, ndikimi i saj në shëndet do të jetë i menjëhershëm dhe do të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosin organizmit tuaj në tërësi. Ndaj mos nguroni që ta konsumoni hudhrën dhe ta përdorni atë si duhet vazhdimisht në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.